Me vendim të Bashkisë së Vlorës dhe Këshillit Bashkiak, të gjitha projektet private duhet të pezullohen përgjatë sezonit veror. Gjithashtu mjetet e tonazhit të rënd kanë kategorikisht të ndaluar përgjatë muajve të verës dhe dimrit të qarkullojnë në segmentet rrugore, të cilat ndodhen në zona urbane të populluara dhe të frekuentuara. Por në Vlorë të dy këto urdhra dhe rregulla shkelen masivisht. Mjetet e tonazhit të rënd në pikun e sezonit turistik qarkullojnë kudo. Urdhrat e vendosur për ndalimin e qarkullimit të tyre nuk zbatohen as pak. Mjetet e tonazhit të rënd janë kthyer në një gangren të vërtet për qytetin e Vlorës, pasi në shumë segmente rrugore qarkullojnë të pashjetësuara edhe në pikun e sezonit veror, duke ndikuar më pas në rëndimin e qarkullimit rrugor, por gjithashtu edhe në një sër problematikash për sa i përket ndotjes së shkaktuar në qytetin e Vlorës. Megjithse ka qarkullim të rënduar të automjeteve në qytet, mjetet e tonazhit të rënd futen dhe qarkullojnë dhe në brendësi të bulevardit të Vlorës, ku e ka në mënyrë kategorike të ndaluar. Gjithashtu ato qarkullojnë dhe në lungomare, duke ndikuar ndjeshëm në përkeqësimin e trafikut rrugor. Të pashqetësuara këto mjete qarkullojnë dhe në brendësi të lagjeve të qytetit, si dhe në segmentet lidhëse mes zonave të banuara. Puna e policisë bashkiake në ndalimin dhe evidentimin e këtyre rasteve është inekzistente. Dukuria shoqërohet me indiferencën e policisë bashkiake, e cila duhet të ndalojë dhe të evidentojë rastet, pasi edhe projektet private, të cilat duhet të ndalonin punimet në qytet, vijojnë punën pa u shqetësuar. Vlen të theksohet se për këto mjete, gjobat mungojnë dhe ndëshkimet janë minimale. Ligji dhe rregulloria parashikojnë deri në pezullim të lejes së drejtimit dhe pezullim të automjetit, por numri i mjeteve që kanë marrë gjoba është shumë i ulët dhe i papërfillshëm krahasuar me fluksin e mjeteve të tonazhit të rënd që lëvizjen në rrugët e qytetit.